Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me shëndetin tonë mendor dhe emocional. Para disa kohësh kisha publikuar në rrjetet e mia sociale mundësinë për të më bërë pyetje dhe për të kthyer përgjigje. Dhe një miku im më bëri një pyetje shumë të rëndësishme për të cilën mendova që të bëj një video në veçantë, duke qenë se zakonisht pyetjet e tjera ishin të lidhura vetëm me aspektin e ushqimit, pra të nutricionit, ndërsa kjo lidhet me një çështje për të cilën dua të diskutojmë në veçantë. Dhe pyetja konkretisht ishte: pse njerëzit të cilët mund të kenë probleme me ankthin, në vend që të shkojnë te psikologu, shkojnë menjëherë tek neurologu? Mendoj që ka disa arsye se pse mund të ndodh kjo gjë. E para lidhet me faktin se shpeshherë edhe ankthi mund të përjetohet me simptoma fizike të tipit rraje të shpejta të zemrës, mpyrje të gishtave apo edhe dridhje të trupit, që shpeshherë shumë prej nesh nuk janë të vetëdijshëm se në fakt ajo që përjetojmë neve është një problem, le të themi, të sferës së shëndetit mendor dhe emocional dhe nuk lidhet drejt për drejt me një problem konkret fizik të trupit tonë. Pra, dhe na duket sikur zgjidhja do të ishte të shkonin tek mjeku për arsye se ai do të na diagnostikonte si duhet për të na dhënë më pas edhe trajtimin e duhur. Ndonse më pas mos shikojmë se realisht nuk kemi asnjë lloj problemi të shëndetit fizik. Një tjetër arsye ka të bëjë edhe me faktin se në gjykimin tim personal shpeshherë edhe vetë mjekët e përgjithshëm apo mjeku i familjes nuk është se të referon te psikologu, sesa të referon drejt për drejt tek një mjek tjetër. Dhe një arsye tjetër thelbësore që do theksoja ka të bëjë edhe me faktin se shpeshherë për fat të keq, ndonse vitet kalojnë, jemi në 2026-ën, akoma sot e kësaj dite në shoqërinë tonë, vëre se ka shumë paragjykime për psikologun. Pra, shpeshherë ekziston kjo stigma që të shkosh në psikolog do të thotë që ke ndonjë problem të shëndetit mendor, apo shpeshherë personat që shkojnë te psikologu paragjykohen në mënyrë shumë të gabuar. Dua të ndalim tashmë në një mesazh shumë të rëndësishëm dhe kjo është arsyeja pse unë doja ta bëja këtë video me vete. Sepse shëndeti mendor dhe shëndeti ynë emocional janë një element shumë i rëndësishëm i shëndetit tonë të përgjithshëm, që shpeshherë na shkalohet, na vlerësohet apo edhe paragjykohet. Duhet të kuptojmë se sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, problemet e shëndetit mendor do jenë problemet bizotëruese. Dhe duhet të kuptojmë se të shkuar në psikolog nuk ka asnjë lloj gjëje për të pasur paragjykim, është më së normale dhe me thënë të drejtën, të gjithë njerëzit pa përjashtim, të paktën sikur minimalisht një herë në jetën e tyre kam patur nevojë të konsultohem me një psikolog. Për arsye se është e qartë që gjatë jetës tonë mund të përballemi me episode nga më të ndryshme, me ngjarje të cilat nuk po flas vetëm për ngjarje madhore, për çfarëdo lloj situate stresuese, qoftë edhe në qoftë se jemi përpara një projekti të caktuar me rëndësi, patjetër që mund të përjetojmë edhe ndjenja të stresit dhe të ankthit të shtuar, dhe sigurisht që konsulta me një psikolog do na ndihmonte dhe do të na aftësonte që të përballojmë këto lloj emocionesh. Në thelb do të mund të kuptojmë dhe të njohim më mirë veten tonë dhe teknikat e cilat do të na ndihmojnë për të pasur çdo gjë në kontroll. Por mund të themi se problematika nuk është vetëm në nivel mikro. Sado që neve të ndërgjegjësohemi mbi rëndësinë që ka psikologu dhe konsulta me të, problemi është në nivel makro, për arsye se gjykoj se shëndeti mendor duhet ose më saktë ofrimi i kujdesit për shëndetin mendor duhet të përmirësohet, dhe kjo mund të bëhet vetëm përmes politikave në nivel të përgjithshëm. Është qeveria ajo e cila ka për detyrë që të marrë masat e duhura ku shëndetit mendor të vihet prioritet dhe të jepet rëndësia që i takon. Duke qenë se një nga problematikat ka të bëjë me stigmën, mendoj që një politikë e rëndësishme që duhet të ndërmerret nga ana e qeverisë tonë ka të bëjë me fushata të edukimit shëndetësor dhe të promocionit shëndetësor. Këto nuk duhet të jenë sporadike në mënyrë që të funksionojnë. Pra nuk duhet të presim për shembull vetëm ditën e shënuar të shëndetit mendor që të flasim për shëndetin mendor. Por kjo duhet të bëhet në mënyrë të vazhdueshme dhe të rregullt përmes të gjitha kanaleve dhe burimeve të domosdoshme. Një prej të cilave është vërtetuar të jetë funksionale ka të bëjë edhe me shfrytëzimin e edukimit nëpër shkolla. Edukimi shëndetësor duhet të jetë një lëndë e veçantë ku do të flitet për shumë aspekte të shëndetit tonë, të parandalimit të problemeve shëndetësore, të mënyrës se si të rrisim cilësinë dhe mirëqenien e jetës tonë, por mbi të gjitha duhet që të kemi edhe ndërgjegjësim, jo vetëm për sa i përket shmangjes së stigmatizimit, por edhe edukim
që neve të fillojmë të kuptojmë më mirë shëndetin tonë. Pra të kuptojmë më mirë se cilat do të jenë ato simptoma që lidhen me shëndetin mentor. Sikur se thash, shpeshherë ka disa persona të cilët shkojnë tek neurologu edhe sepse nuk e kuptojnë që është në fakt jo një problem fizik, por është pra një problem emocional. Por nëse neve arrijmë që të aftësohemi për të kuptuar më mirë këto lloj simptomash, sigurisht që do të mund të adresojmë pastaj problemin aty ku duhet. Gjithashtu mendoj që qeveria ka një rol të rëndësishëm në përmirësimin e ofrimit të kujdesit të shëndetit mendor dhe emocional. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që e para një herë të rritet prestigji i psikologut. Duhet që të kemi psikolog në çdo qendër shëndetësore. Qendra shëndetësore janë ato të cilat ofrojnë kujdes shëndetësor parësor dhe ashtu sikurse do të ketë mjek familje, duhet të ketë edhe një psikolog. Përveç faktit që sigurisht që do të jetë një shërbim shëndetësor rimbursueshëm nga fondi i sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Gjithashtu duhet të kemi edhe psikologun në çdo shkollë, në çdo kopësht, në çdo ndërmarrje, me një kontakt të afërt me secilin prej nxënësve, studentëve, prej punonjësve të çfarëdo lloj institucioni, për arsye se kuptohet që edhe shkollat janë një vend i cili do të mund të bëjë të mundur dhe depistimin e problemeve të shëndetit mendor, pra kapjen e hershme dhe ndërhyrjen e suksesshme, por gjithashtu edhe vendi i punës është një nga ato vendet të cilat mund të kenë dhe risk më të lartë për probleme të shëndetit mendor dhe sigurisht që kërkojnë suportin dhe mbështetjen e përshtatshme. Gjithashtu mendoj që duhet të kemi dhe programe pra të survejancës epidemiologjike, që do të thotë duhet të mbledhim të dhëna të vazhdueshme për sa i përket shëndetit mendor dhe sigurisht të bëhen teste, siç bëhen testet e depistimit për shembull edhe për kancerat fundja, patjetër që duhet të bëhen edhe teste për të matur për shembull nivelin e stresit apo për të gjykuar mirëqenien e shëndetit mendor të popullatës tonë. Mendoj që është një politikë shumë e rëndësishme kjo e shëndetit publik. Lidh kësaj edhe një herë që është shumë e rëndësishme që të gjithë neve të edukohemi si duhet pra të bëhen fushata të edukimit masiv të popullatës në mënyrën se si të kuptojnë problemet të shëndetit mendor, jo vetëm tek vetja jonë, por edhe probleme emocionale flas. Jo vetëm tek vetja jonë, por edhe te personat e tjerë, sepse shpeshherë personat të cilët mund të kenë probleme emocionale, strese të caktuara, ankth etj, kanë nevojë për suportin e personave më të afërt. Dhe kjo ishte videoja për sot, e shkurtër, por me një mesazh të rëndësishëm që patjetër që doja ta veçoja në një video me vete. Shpresoj që t'ju kem përcjellur saktë atë që doja të thoja, dhe nëse është kështu, juftoj t'i bëni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj në mënyrë që edhe ata të fillojnë të mendojnë ndryshe rreth shëndetit të tyre mendor, në kuptimin e asaj që të kuptojnë dhe të pranojnë që shëndeti mendor nuk është turp të flitet për shëndetin ton. Dhe ashtu sikurse mund të kemi ndonjë problem fizik, patjetër mund të kemi një problem emocional, mendor, por të gjitha këto mund të tejkalohen nëse se shkojmë tek profesionistët e duhur. Përpara se të largoheni, ju ftoj që të abonoheni në kanalin tim në subscribe në mënyrë që të mos u mbisni videot e tjera. Bashkë do të shihemi në temën e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve një shëndet sa më të mirë.